Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me Komisioneren Europiane për zgjerim Marta Kos, me të cilën, siç njoftoi ai, pati një bisedë shumë të mirë rreth temave aktuale në marrëdhënieve midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian, ndër të cilat fokusi ishte në detyrimin e reformave si dhe sigurinë energjetike. Theksova veçanërisht se është e rëndësishme që Serbia të ruaj frymën e dialogut në rajon dhe në Europë në një kohë të përçarjeve në rritje, sepse është vetmja mënyrë e qëndrueshme për të zgjidhur çështjet e hapura, për të ruajtur paqen dhe për të krijuar kushte për përparim afatgjat, tha Vučić në Instagram. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha sot në Parlamentin Evropian se Bashkimi Evropian është i bashkuar rreth parimeve të së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar, duke theksuar se vetëm Danimarka dhe Grenlanda mund të vendosin për të ardhmen e tyre. Duke drejtuar eurodeputetëve, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përsëriti atë që tha dje në Davos, se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtoj përpjekjet e tij drejt pavarësisë në mënyrë që të mbrohet në një botë që po ndryshon me shpejtësi, por se do të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ndihet e nderuar nga ftesa e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të marrë pjesë në Komitetin e Paqes, ashtu siç Amerika solli paqen në Kosovë. Sot Kosova qëndron se aleati i saj i palërkundur në promovimin e mëtejshëm të paqes, shkroi Osmani në rrjetin social X. Në ftesën e cila ju dërguar shumë vendeve të botës, Trump shkroi se shpreson që përmes përpjekjeve të përbashkëta përmes Komitetit të Paqes, ata do të kenë sukses në arritjen e paqes së qëndrueshme. Ai më parë tha se Komiteti i Paqes mund të zëvendësojë Kombet e Bashkuara, të cilat i kritikoi për atë që i quajti efektivitetin e pamjaftueshëm në përfundimin e luftrave. Bashkëpunëtori i nismës Pupin Petar Ivić thot se mesazhi i Departamentit të Shtetit se shpreson të forcojë partneritetin me qeverinë e ardhshëm të Kosovës është shumë i qartë dhe përfaqëson një dorë të hapur. Është një përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet pasi Kurti fitoi zgjedhjet e Kosovës. Kjo dorë e hapur është e kushtëzuar nga rezultatet shumë specifike dhe pyetja është nëse administrata në Prishtinë do ta shfrytëzojë këtë shans, tha Ivić. Marko Savković nga Fondi Isak thot se mesazhi nga Washingtoni është një natyrë sjelljes parimore, por vëren se Washingtoni gjithmonë ka pritur që Prishtina të përmbush detyrimet që ka marrë nga dialogu me Beogradin, para se gjithash në kontekstin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nuk e dim se çfarë mund të ofrojnë autoritetet në Prishtinë për të qetësuar Washingtonin, thot Savković. Profesori së drejtës europiane Avni Mazreku vlerësoi se qeveria Kurti III do të përpiqet të gjejë qendrim të përbashkët me Shtetet e Bashkuara, të cilat kërkojnë veprime të përbashkëta dhe koordinimin e tyre. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani së bashku me familjen Rugova bën homazhe te varri Ibrahim Rugovës me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së tij. Ibrahim Rugova vdiq me 21 janar të vitit 2006 në moshën 62 vjeçare. Rugova lindi në vitin 1944 në fshatin Crnse në komunën e Istokut. Ai ishte shkrimtar dhe mori doktoraturën në lëndën e kritikës letrare shqipe. Ai hyri në skenën politike si kryetari i shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, rreth së cilës u mblodh lëvizja shqiptare në Kosovë dhe nga i cili lindi Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai ishte presidenti i Kosovës që nga viti 2002 deri në vdekjen e tij. Komisioni Qendror Zgjedhor njoftoi se deri në mëngjesin e sotët votat janë rinumëruar në 834 nga 2557 qendra votimi, raporton Nacionale. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, procesi ka përfunduar plotësisht në 7 komuna. Komisioni Qendror Zgjedhor urdhëroi rinumërimin e të gjitha votave për deputetët në 28 komunat e Kosovës, pasi një rinumërim i pjesëshëm zbuloi një ndryshim të rëndësishëm në shpërndarjen e votave krahasuar me numërimin e parë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura me 28 dhjetor.
Operatori i sistemit e transmisionit të Kosovës KOST njoftoi se situata në sistemin elektroenergjetik është stabilizuar pas rikthimit në funksion të njësisë B2 të termocentralit Kosova B. Megjithatë, pavarësisht faktit që KOST-i deklaroi se kjo bëri të mundur ndalimin e reduktimeve, në disa lagje në Prishtinë gjatë orëve të para të mëngjesit pati ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira në disa vende me shi të lehtë dhe borë, në disa zona pritet shi që do të ngrihet deri në tokë do të fryerë e lehtë deri mesatare nga juglindja. Temperatura mëngjesit do të sillet nga -6 deri në 0, kurse ajo maksimale ditore nga 1 deri në 7 gradë Celsius.